Falenderoni shumë. Dragi prisutni, dear guests, sot po hapim një kapitull të ri për komunën Mitrovicës Veriore. Binjakëzimi me komunën Wiley në Texas nuk është vetëm një dokument formal, është një angazhim real për bashkëpunim, zhvillim dhe hapje ndaj mundësive të reja. Dua të falenderoj përfaqësuesit nga qyteti Wiley, Texas, kryetarin Matthew Porter, zavendës kryetarin Gino Mulliqi, bashkëpunëtorët nga komuniteti shqiptaro-amerikan në New York, Behlul Gashi dhe Edmund Pruthi, të cilët kanë qenë pjesë e procesit të mbështetjes për këtë lidhje institucionale. Ky partneritet nuk është vetëm ceremoni protokollare, është punë konkrete. Do të bashkëpunojnë dy qytetet në sferën e kulturës, arsimit, ekonomisë dhe çdo fushë ku dy komunat mund të ndajnë përvojë, dije dhe projekte të përbashkëta. Kjo marrëveshje hap derën për shkëmbime profesionale, programe edukative, nisma kulturore dhe mundësi investimi që i nevojitet komunës sonë. Do të lidhim ura dhe të ndërtojmë marrëdhënie që sjellin rezultate praktike për qytetarët tanë. Falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë marrëveshje që të bëhet realitet. I ftoj gjithë delegatët e pranishëm që me votën e tyre ta miratojnë këtë bashkëpunim, këtë iniciativë e cila është tash e disa muaj edhe nga ana e komunës Wiley, Texas dhe nga kryetari Matthew është finalizuar, tash mbetet vetëm me votat e juaja, që të finalizohet edhe nga ana jonë si komune e Veriut të Mitrovicës dhe se unë si kryetari komunës Mitrovicës Veriut. Faleminderit shumë, Zoti e bekoft Amerikën, Zoti e bekoft Kosovën dhe popujt e këtyre dy vendeve të shete. Faleminderit. Veriut, Texas nuk shërba për basimin e këtij vendimi kujdeset kryetari i komunës dhe administrator e komunës së Mitrovicës Veriore. Vendimi hyn në fuqi në ditën e marrjes së konfirmimit të ligjshmërisë të autoriteti procesës në Ministrinë e Administrimit të Procesit Lokal, druga predloga duke usvajanje odluke o inicijativi gradonačelnika za sklapanje međuopćinske saradnje, predlaže se Skupštini opštine da usvoji odluku o inicijativi gradonačelnika Severne Mitrovice za sklapanje međuopćinske saradnje